Ernest Muçi ndihmoi kështu Trabzonsporin me 2 golat e tij që të fitonte 2-1 në transfert ndaj Göztepe dhe të ngjitej në vendin e dytë në renditjen e kampionatit pas krahave të Galatasarayt. Për sulmuesin shqiptar, kjo paraqitje çoi bilancin e tij në 5 gola në 3 ndeshjet e fundit të kampionatit. Shifra fantastike për futbollistin i cili padyshim ishte lojtari më i spikatur i kësaj ndeshje, teksa në duelet e fundit ka mbajtur Trabzonsporin në garë për titullin. Dhe si për ironi të fatit, në javën e ardhshme ai do të ndeshet me Beşiktaşin, klubin që nuk besoi të aftësitë e tij dhe e dha në huazim. Unë jam krenar për skuadrën time, luajtëm një tjetër ndeshje jashtë fushës sonë dhe këto 3 pikë do të jenë shumë të mëdha për ne. Kjo fitore na bën edhe më të uritur për ndeshjen e radhës, ishin fjalët e Muçit për sfidën ndaj Göztepe me një thumbim për Beşiktaşin. Gjërat po shkojnë mirë për mua, kjo më shtyn që të punoj dhe më shumë. Unë mund të ndroj për gjëra më të mëdha. Gjëja më rëndësishme është që të ruajmë vazhdimsinë, theksoi sulmuesi shqiptar pas ndeshjes. Sulmuesi kombëtares Ernest Muçi nuk ndalet. Ai ka realizuar duplet në transfer të ndaj Göztepe. Në minutën e 46 ai mori topin dhe tundi rrjetën e Göztepe duke mos e falur portierin. Në minutën e 76 ai dyfishoi shifrat për skuadrën e tij Trabzonspor. Rikujtojmë që Muçi është rikthyer në një formë fantastike teksa shënon në 3 ndeshje radhazi. Në këto 3 sfida ai ka tundur rrjetën plot 5 herë.